kemi parti opozitare të guximshme. Ne mujmë me diskutu tash ndoshta ki pyetje, kishin me e votu zotin Konjum. Pikrisht kjo tregon se partitë opozitare, liderët e partive opozitare, në momentin që shfaqin frikë, nuk janë të gatshëm që të ndërmarrin veprime të cilat krijojnë në momentume. Pra së momentumi u kriju që me e kundërshtu këtë qeverisë, jo për shkak që u dhejtë zoti Kurtës e lëvizjeve të vendosje, por për shkak që kjo qeveri në periudha caktuar ka pru shumë vendime përveç që janë dëmshme për vetë partinë për lëvizjen vetëvendosje për zotin Kurti kanë qenë dëmshme edhe për qytetarët. Po friga që kanë ata në raport me të kaluarën e tyne i ka penalizu që t'jenë zë kritik edhe kanë rënë në këtë kurthën që nëse ne veprojmë veç e rritëm zoti Kurti. Jo, tash nëse nisem edhe unë edhe ti, sidomos unë me boksi kalkulime se a po mbështetet zëri kritik e argumentueshëm raport me qeverinë Kurti. Realisht sot me qenë zëj se vërtetës si zëj i vetëm, dhe me thonë bejtësh vetëm. Me ka zë i turmave, merë pelqime, merë përkraje. Por nëse ne i shohim këtu në formën e kalkulimeve, ne sot jemi tamandishëm me pa se çka dhezë këtë opinion. Pra, nëse jeni Ardiana Matoshi që dele talësh, ose nëse jeni gjithmonë po flas në veprimet politike të këtyne protagonistëve që flas, ose nëse jeni zë se e do në Lalloshi, pra i merë 40.000 vota, nëse jeni zë kritik, si Dardani ose një aktivist tjetër ose si Liburni ti shohësh në opinion. Edhe shohësh në zhargonin më të keq të gjuhëve që nuk i dëgjon na asnjë gjuhë tjetër të botës. Partitë politike opozitare nuk duhet me po këto si kalkulim, po duhet me po se e drejt, si argument. Absolutisht, ta zëmë rritja e çmimit të energjisë elektrike, shumë vendime që cilat i ka marrë tash kohët fundit me edhe pse ne e dim që qytetari ka nevojë për secilin euro që ja jep shteti, po nuk janë, si me thonë, nuk janë shembull i mirë demokracisë. Partitë opozitare përveç që kanë rënë në Grackën edhe në Grackën e vetë e asaj që kanë përgjegjësi para elektoratit vetë. Se edhe elektorati i partive opozitare ju ka bërë shtytje se ju një fajtor për cilët e keni prunë këtë gjendje, ju një fajtor për cilët po krijoni kësi lista, ju një fajtor pëse po krijoni kësi përfaqësues, ju një fajtor për shkak që spemani diskursin, edhe partitë opozitare kanë po në organizimin e vetë, vetëm përfitimin e vetë, se a do t'jenë në lista për mos zgjedh, deputet, kryetar komunash, edhe për ata që s'kemi në opozit, jemi në këtë ngërsh të madh politik, se le jam ishta përmbyllën, se nëse kemi parti opozitare të guximshme, ne mujmë me diskutu tash ndoshta ki pyetje, kishin me e votu zotin Konjum.